Edhe t'isha Shkodran, edhe kryeqyteti ishte Shkodra. Normalisht. Gjë që pash këtu, se domethënë është hera e parë që unë vi në Shkodër. Dhe në jetën time. Dhe e dëgjoni çfarë bën Eli Xhi pra në Radio Dimension? Sjell Arjan Korkaj për herë të parë në Shkodër në një intervistë. Si ishte edhe mundësia nga që jam rrit jashtë, vërtet e kisha Shkodrën, domethënë. Vërtet dhe unë e kisha me shumë gulim që ti të vije sot sezon. Duke dëgjuar që patëm një muhabet para ca kohësh, domethënë para 6 muajsh me Tinka Kurtin, të madhen Tinka Kurti, një zonjë e veçantë dhe më fliste vetëm për Shkodrën me një mall të tillë që thash është e mundur. Okej, vazhdoj me një lexim se mësoj e cili po më pëlqen. Urime për emisionin, duhet të bëj një super përshëndetje për gjithë muslimanët në rastin e Kurban Bayramit, gëzuar të gjithëve me respekt nga kujtimi. Okej, dhe ne si staf i Radio Dimension urojmë gjithë besimtarët musliman që nesër festojnë Kurban Bayramin të kenë sa me harmoni në familjet e tyre, të kenë një jetë sa me të lumtur dhe paqe gjithmonë mes jush. Qoftë mirësia dhe begatia në familjet tuaja, gëzuar dhe urime Qoftë edhe ajo, më fal që ndërhyj, qoftë edhe ajo besim që kemi në fe, se vetëm aty themi që o Zot se i vret Zoti ose i bën Zoti mirë ose Zoti do bënte mirë të shikon të gjitha gjërat, mos të heqi fëmijët 10 vjeç nga jeta. Ky është një mendim im personal. Por tani Zoti na ka sjellë në jetë dhe Zoti do na marrë. Kur të doja. Unë e shoh gabim këtë. Mos është pak ndryshe, dikur lindi politika u merrte lekë njerëzve ose taksat, edhe shpikën një gjë tjetër quhet Zoti. Një mendim them, më fal, një mendim me politikë. Dgjoj, edhe unë musliman jam. Kështu jam rritur pak me këtë frymë. Arjan do të pyes pak. Po. Mos i çaj i lidhur në politikë? As jam i lidhur as bëhet fjalë të lidhem. Pse? Vetëm politikan jo. Mund të kemi edhe deputet. Jo, atëherë duhet gënjej në nëntimet para. Që e kam gjithçka në jetë. Po, për bisedë po bëjmë, prandaj po bëjmë muhabet hapur. Okej. Përshëndes Aldo nga Gajtani që është yll bote, i them kam dëgjuar se je feju, gjithsesi urime. Njerëzit e shikon. Trashëgohesh. Si po ja kaloni ju, përshëndes ju në studio dhe gjithashtu mature ndaj që janë më të mira dhe do të bëjnë çift të prenden kanë mature ose të ylli limani. Ciao. Okej, edhe ne ju urojmë të kaloni bukur. Përshëndes Belindën, vajzën pa fat, maturantin, Alejandrën Shkodër, Kleon 349, dashuri e humbur, vajzën magjike, Aurorën, respekte princesha vogël. Okej, kalo bukur. Belinda i them buzës së ëmbël, të lutem gjeje numrin tim se më merr në tel se e kam një fjalë me ty. Respekt Belinda. Jam princesha e mamit dhe princesha e babit. Respekte princesha vogël. Respekte pa mas nuk e diskutoj. Po princesha djalit, si? Atëre puth mami dhe babi, me qenë se princesha atyre, se po të shkosh në derë tjetër moj vajzë harroje princeshën. Ç'kemi Eli Xhi, përshëndes të ftuarin, i uroj suksese në karrierë, përshëndes Belindën, Verën, Alejandrën Shkodër, legjendën Shkodër dhe ato që me përshëndeten me respekt vajza pa fat. Okej, vajza pa fat, të përshëndesim edhe ne, faleminderit për sëmundjen. Tipi unik jam, përshëndes vajzën pa fat që e dua shumë. Ju uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar fitër Bajramin, paqja, harmonia mbi zotroft në familjet tuaja, respekte princesha vogël. Okej, shumë faleminderit për sëmundjen. Është gjuna me nej ti në kurbet mordial. Djem si ti i duan Shqipërisë. Fillojmë nga Bjondja. Ky SMS është për ty Arjan. Të falenderoj nga Bjondja the? Po, nga Bjondja, sepse këtu gjithmonë kontaktojmë me pseudonim. Të falenderoj pa mas. Tash mundohemi. Nëse Shqipëria na vlerëson, ka njerëz që duhen vlerësuar. Nëse na vlerëson, do rri. Nëse nuk vlerëson kjo Shqipëri, njerëzit që duhen vlerësuar, çfarë do bëj dikush këtu? Gjithmonë dhe kjo. Gjithmonë do mbulohemi që të arrijmë sukseset tona. Ju lutem këngën e Noizit Feeling God. Ju përshëndes të gjithëve në veçantë përshëndes të ftuarin në studio. Ciao. Falenderoj nga zemra. Aldo je feju urime njësh nga Xja. Okej. Po, feju. Këto dhe bëjmë martesa. Çaste martesore. Të dashur dëgjues të Radio Dimension, tema për ditën e sotme është: si mendoni në ditët e sotme, ekzistojnë miq të vërtet? Nga që jo, pse dërgoni SMS në numrin 0672602845 të bëheni pjesë e këtij emisioni. Me ne sot në studio ka ardhur nga Tirana këngëtari i njohur Arjan Korkaj. Do bëjmë një intervistë dhe jemi duke folur për shumë gjëra, vërtet një kënaqësi që ta kemi sot në Shkodër. Kaloj me muzikën e radhës. Arjan Korkaj përsëri ngatroi për juve dhe rikthehemi në studio. Sedimin ton. Patjetër po, edhe shumë civiles. Arjan, më thuaj, sa vite keni që merrni me muzikë? Para se tema të ngacmoj çika të temën që the, në ka shok të vërtet sot. Më pëlqen shumë mirë që jemi vetvetja. Nga që njerëzit, çdo njeri jep mendimin e tij dhe shumë mirë e bën. Unë atë që besoj jo për të ngacmuar njerëzit, po më tepër për t'i futur në atë lëvizjen që vërtet mos është kështu. Shok të vërtet është shumë zor. Miq të mirë ka plot.
Ky është mendimi im. Këtë pyetje e kisha ruajtur për në fund për Ky është mendimi im. sepse normalisht edhe ti do i ishe përgjigjur. Shoku vërtet e di kush quhet? Kur ke një hall, të ngrihet mes natës, të përgjigjet, qoftë nga ekonomia, qoftë për gjithçka materialisht. Sigurisht. Kush e bën këtë? Askush. Kur sa bën vllai, domethënë që mbjej derisa duash. Çfarë do bëj? Jam fjetur me gruan, thot, po të lutem kalo pak. Mos përgjigjet fare ditën e sotme. Okej, kalojmë në pyetjen sa vite keni që merren me muzikën për një publik që nuk mund të njohë, pra që ka që s'mund të kenë ndjekur. Dhe vitet nuk kanë se mund të ditë. Me muzikën merrem u bë tashti pothuajse po u mbyllën 17 vjet. 17 vjet. Po, kam kënduar nëpër buzëqet e Greqisë. Shumica e di këtë tashmë, plus ata që më kanë ndjekur atje nga shqiptarët. Këngët greke. Se kështu e filluam, që mos të shtiremi kot, ishim atje apo bëra namin unë si shqiptar, apo fatkeqësisht shqiptarët kudo që jemi do e kemi çik atë që racizmin. Racizmin po, që nuk e diskutojmë. Por e kemi çik atë që nëse bëhet një gjë shqiptari do krijojë sherrin ose do krijojë një mentalitet tjetër ose të largohemi nga këto gjëra. Do thotë që kur shkojmë jashtë në Evropë, jo të bëjmë kopje tyre, po të mësojmë të paktën. Edhe vim këtej prishemi prap. Pse? Domethënë kur shkojmë andaj bëhemi si ata, sa kalojmë doganën, po ta kesh vënë, kam thënë vetë Teçani këtë. Sa kalojmë doganën bëjmë si, më kupton, evropian. Sa vim këtej fillojmë ato tonat prap. Pse? Aksidentet para se njerëzit nuk e thonë, se unë njeri jam. Kam të bëjmë njerëzit e përditshëm, me shok, me shoqe, me kushuri, me një. Sa vin këtej emigrantët në përgjithësi, bëhen karambole, bëhen gjëra, përse? Kurse jashtë zbatojnë çdo pikë që është për të zbatuar. Kalon njeriu te vizat e bardha, mirë të tjerat, lëre se aty është i shtypur, që është i shtypur. Kalon te vizat e bardha dhe tjetri jep gaz më shumë makinës ku e shikon që po kalon, përse? Tregon me këtë çfarë? Apo se po kaloj unë? Ignorancë. E theti, s'desha të thoja unë, bravo. Okej, Arian, na fol pak për këngët e tua, çfarë tematikesh përmbajnë ato? Në përgjithësi mbajnë tema dashurie, që nuk e diskutoj, se me dashuri lindëm. Me thënë nga nëna jo nuk e diskutoj, me jetë gjithë nënat, ku doj t'i kenë, sidomos Shkodra me qenë se ndodhem në këtë vend, t'i puthi nënat e tyre se vetëm ajo nuk vjen më njetë. Gra, burra, fëmia jo, po gra, burra, ose lidhje në përgjithësi vinë sa të duash. Nëna dhe fëmia nuk vjen më kur. Ky është mendimi im. Okej, Arian, pra ti fol edhe pak më parë tani para pyetjes, ti ke jetuar në Greqi dhe unë e kam marrë pra këtë pyetje sepse kam marrë 22 vjet po. Kam marrë informacion për ty që kur kam tuar në studio, ku ndjesh më mirë, në Greqi apo në Shqipëri? Të vërtetën. Ti e the pak a shumë nga që nuk jam mësuar të shtirem, edhe këtë besoj populli i ditashëm, që të them në Shqipëri do gënjej. Të them në Greqi prap do gënjej. Do thuash pse? Çdo njeri mundohet të gjej një krijesë ose një lidhje, një marrëdhënie, një diçka ose një mënyrë jetese sa më këndshëm. Sa më këndshëm. Do thuash në Shqipëri përse se ndjen. E ndjej, por nuk është ajo që unë duhet të dal me flamur në dorë përpara që them o sa mirë me ken shqiptar. Një reklam dhe për këngën kjo. Në kuptim që po jemi shqiptar, por të mundohemi të ndryshojmë. Ky është mendimi im. Të mundohemi të ndryshojmë. Okej, Arian, si thua të vazhdojmë? Ose më fal, siç është kjo mënyra kultura e Shkodrës, dhe bravo i qoftë se janë kaq vite, që Shkodra shqyhet, më fal për shprehjen, shqyhet për kulturën e vet. Pse mos ishte kjo edhe në Tiranë? Po ja, tashmë pse mos ishte në çdo rreth? Ta kam muhabetin, pse mos ishte në çdo rreth? Unë mendoj që çdo rreth e ka atë kulturën e vet, prejartin e vet. Duhet të mësojmë nga njëri tjetri, nuk është turp, nuk është keq. Nuk është turp, por ne kemi si filozofi që pritojmë të mësojmë. Shkodra është mbajtur në të Shqipërinë dhe mbahet akoma për kulturën e saj. Si çdo rreth ka ato të vetat. Është për mua shkrim. Faleminderit. Për mua shkrim. Jo, nuk e them me që se jam në Shkodër. Jo, nuk është se jam në Shkodër, po kur për herë të parë takova Tanu Banushin, rafent pas atje ku është, isha 4 vjeç mbaj mend. Edhe mënyra se si fliste, ato pak fjalë që mbaja mend, gjithmonë mbaja mend thjesht vetvetja. Kishte një humor të papara, qoftë në tavolinë që rrinim pinim në gotrë. E kemi këtë çak. Bravo i qoftë. Okej, Arian, vazhdojmë sepse shumë sy kanë ardhur në emision, pra dhe duhet t'i lexojmë sepse publiku ka nevojë dhe të dëgjojë çfarë shkruajnë. Ç'kemi Radio Dimension, jam Ervini Shkodër, ju lutem kanë shumë të gjatë për të fejuar. Sa të gjatë? Edhe disa vite. Shumë gjatë, kam shumë gjëra, kam shumë projekte. Çfarë moshë ke tashti? 19 vjeç. E thuaj këtë në radio dhe mirë e bën që të dinë simpatizantët ç'të bëjnë. Por domethënë përgatiten 14 vjeçarit tash apo 22 vjeçarit, 25. Nuk ka problem, unë i pranoj të
Të çdo lloj moshe duke filluar nga 23 poshtë. Domethënë ham çado që tjetë. Bravo. Jo çado që tjetë. Sepse varet mund të ketë shiete ndryshme. Me këto vargje përshëndes të ftuarin në studio dhe të gjithë emigrantët. Lere o djalë të zjun kurbet se e dashur arrin e të pret. Ajo është e gjithë jeta, leri rrugët e kësaj bote. Do të doja të dëgjoja këngën e Xhekut, Thika Pashmine, Xhulia Shkodër. Të falenderit Xhulia për këtë mesazh dhe për këtë poezi, por është muhabeti thjesht e sigurt se dhe ka ndryshuar kohët, po e thoya edhe më përpara, nuk e di sa na ke dëgjuar. Nuk ka që të pret më njëri sot. Ka mundësi të iki sa më larg burri. Vajza pa fat përshëndetje që e dua shumë me këngën Ngjyra e kuqe. Dashuri e humbur përshëndes princeshën e vogël, vajzën pa fat zëçkane në oturë, vajzën bukuroshe, buzën e ëmbël, Elen Kaç, respekte për ty Eli G që je si shpirt nga dashuri e humbur. Faleminderit. Filluan Arjan. Dashuri e humbur, e pati me ty. Pa, me mua. Filluan. Ç'kemi Kallashi i Sukave jam, një përshëndetje shkon për të ftuarin që qen ka njësh, sa për temën nuk ka shoqëri sot. Unë ato besoj, jo nëse nuk ka shoqëri, mund të ketë një diçka të veçantë, por thjesht miku i mirë tregohet kur është në ditë të vështira si dëgjoj. Shok të ngushtë, edhe të ndalemi, edhe të bisedojmë, do i lexosh mesazhet prap. Shoku i ngushtë, di çfarë thot? Jepi gruan të ta çoj këtu në Tiranë. Qelloj diçka që nuk mundesh ti. Ta ketë si motrën e vet. Pu. A do e keta? Jo. Tani nuk e mësoj dot dhe Shkodran se do ishte bukur. Arjen, tani kujdiet se nga Shkodra nga Tirana bën rreth 1 orë gjysmë. Dhe duart lëvizin. Atëherë. DJ Baby është skuqur. Kemi edhe DJ-n që vërtet se është vajzë edhe e mrekullueshme, të kesh dhe me jetë fejuarin. Nuk e njoh. Jo, ti të fejuarën. Atë s'kam të fejuar. Por është e vërteta që unë jam beqar. Na e bën me dorë që vërtet nuk ka shok të ose shoqja me njëra tjetrën. Më fal, kur ulen dy vajza dhe vjen një djalë ose shoku i dikujt, i vajze. Pse femra tjetër e harron shoqen dhe shikon të dashurin? Po tani apo nuk ndodhin këto. Janë edhe çastet e momentit Arjan. Ajo ndodhet në të kundërt, ë? Ka njerëz. Më fal, ajo ndodhet në të kundërt. Ku janë dy shokë harron shokun ai, shikon vajzën. Ka njerëz që do të shijojnë momentin, të harrojë atë çfarë kishte, çfarë. Sidomos koha e sotme që nuk i nxjerrin gjitha jashtë. Lere mos. Mbulohen nga këmbë derit e dhe i të gjujt, pastaj pjesa tjetër është zhveshur. Sepse nga këmbë dhe i të gjuri janë çizme. Pastaj pjesa tjetër është pa gjë. Pa çizme. Hajra dhe dimension janë përsëri besi, i uroj gjithë besimtarëve musliman kurban gëzuar kurban Bajramin. Përshëndet zemrën time Monën dhe i them të dua shumë respekte nga unë besi. Përshëndetje, jam Mil Kjoler Gjoka, përshëndes Xen Samrish. Okej, faleminderit, kemi shumë radio dëgjues të ri sot. Mesazh dërgues pra. Përshëndes prindrit e mi që i dua shumë, sa për temën shoqëria sot është vetëm kur veç për interes kulëp. Okej, faleminderit. Mos e vërtet, mendimi im. Përshëndes vajzën pa fat që e kam si shpirt, të dua shumë nga unë tipi unik 482. Përshëndetje Radio Dimension, përshëndes mbretëresha e Mërzis, jam duhet të bëj një super përshëndetje për Shitanin duke ju uruar për shumë vjet Bajramin edhe të ftuarit si qenka shumë i lezetshëm. Falenderoj nga zemra dhe Shejtanin e falenderoj. Mirdita Radio Dimension, Xja Ranza jam, përshëndes Beldin e i them u bësh 100 vjeç gëzuar Bajramin me këngën Ngjyra kuqe. Edhe 100. Vajza pa fat 726 ta përshëndes shpirtin tim me tipi unik që e kam yll bote. Kemi Radio Dimension Marangozat Kosmaç, përshëndes të ftuarin në studio me këngën e Bleros Ajo apo ti. Që ta kuptoj unë, domethënë, ajo apo ti? Faleminderit për përshëndetjen, nuk e diskutoj. Për humor e them tash. Kënga Ajo apo ti, domethënë? E Bleros. Ku diun? Domethënë? Vazhdo. Ç'kemi përshëndes shoqërinë time që i kam shumë xhan në veçanti tipi unik që e kam si shpirt me këngën Angelim me respekt vajza pa fat 726 ta përshëndes do të ftuarin në studio. Falenderoj. Inshallah ti jesh me fat. Belinda sa për temën kot stojnë armikun baje afër sepse nuk ka shoqëri të vërtetë respekti Belinda. Po tamam se armiku e di që do të qelloj. E pret. Përsëri shejtania jam Arjan me të vërtetë që qenke i lezetshëm. Un kam shoqëri